dje, se ka patur edhe seancën në të cilën ai ka detyrim në paraqitjes, për shkak të masës sigurimit, do tashmë dje që çështja e tij ka kaluar në hetim dhe në shqyrtimin gjyqësor, i është hapur rruga e hetimeve, duke u pranuar akuza e ngritur nga prokuroria e posaçme, dhe dje e ka cilësuar Altin Dumanin si Altin Troplini për shkak të heshtjes së tij ndaj krimeve zgjedhore dhe mos realizimit të asnjë arrestimi të madh nga task forca e madhe e SPAK-ut. Si e cilëson këtë deklaratë dhe si e sheh qëndrimin e zotit Berisha në kundërshtim me strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar? Shko, historikisht apo politikisht zoti Berisha ka vendosur një sër epitetesh. Njëri thoshte Altin Lala, sot i thot Altin Troplini. Pra zoti Berisha në vazhdimsi të ngjarjes përdor ndonjë epitet për të zhvendosur vëmendjen marrësit, sepse thelbi që ne duhet diskutojmë sot dhe thelbi që duhet diskutojë çdo njeri që ka artikuluar ndryshe dhe mendon ndryshe lidhet me faktin që tashmë zoti Berisha duhet japi përgjigje për rezultatin që ka marrë. Pra, ti shkon tek dyert e SPAK-ut dhe unë ju rikujtoj marrësit për gjithë teleshikuesit, e njëjta narrativ ishte zotit Berisha për Erion Veliaj. SPAK-u nuk guxon dot, thoshte ta preki Veliaj. Ka frikë SPAK-u, nuk mundet, nuk e bën dot. Kur vajti e preku SPAK-u Erion Veliaj dhe i kemi pas sekurave, zoti Berisha ndryshoi narrativ dhe thoshte tashmë, jo, dëgjoj urdhrat e Edi Ramës. Pra, po të futemi në këtë kakofoni, marrësit duket sikur shoqëria shqiptare ecën para dhe politika apo Partia Demokratike ngel pas. Dhe me këtë ritëm kur partitë politike ngelin pas dhe shoqëria ecën para, atëre nuk e për të marrë kur rezultatin që ti mendon. Për shembull sot zoti Berisha marrësit duhet japi një përgjigje para qytetarëve se si ka mundësi nga 2021 deri më sot në të dhënat në çdo qarq Partia Demokratike që ka bërë dhe koalicion, pra i marri me votat bashkëkora 2021 PD-LSI, edhe pse ishin të ndara, dhe i marrin bashkëkora edhe sot PD-LSI, ka një tkurrje nga 22% deri në 43% për çdo qark marrësit. Po. Këtu kush jam dakord me llogarinë tënde, por problemi është këtu që ne nuk kemi parë ditën e procesit të zgjedhjeve, kemi që të gjithë informacion, ndonjë arrestim të madh ose të ndonjë funksionari qoftë të lartë shtetëror, qoftë ndonjë grupi kriminal. Ne pam një përplasje për shembull në Vorë të sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike ndaj një bande, e cila nuk është bande lehtë, është bande rrezikshme, dhe shefi i asaj bande ishte aty dhe madje përmendte edhe emrin. Madje bëri dhe provokime ata që ne jemi këtu, ti s'ke bërë shkolla, ti je shëmtuar, i thoshin në zonjës Vokshi, zotit Noka i thoshin ik në Kukës. Jo, i thanë dhe gjë tjetër zotit Noka ata, nuk i thanë vetëm ik në Kukës. I thanë ke ardhur, ke kërkuar takim me ne. Dhe ajo tjetra, dhe zotit Noka ja dekundërshtoi ose dhe ta themi e përgjigjëstroi atë gjë, ato deklaratë të atij zotrisë. Bëhet fjalë për zotin Berxha Bafti, dhe ajo që unë ditë them është kjo që si ka mundësi që në fund të ditës përfundon zoti Noka nga autoritetet policore në hetim. Kjo është komplet edhe në akuzë. Një ngjarje e cila në fakt duhet të hetohet dhe duhet të ketë një përgjigje, sepse nuk po them në atë rast që zoti Noka ka përgjegjësi. Por të nxjerrësh narrativa politike marrësit, sepse këtu është problemi. Ne dim shumë mirë dhe i kemi thënë gjitha këto ngjarje që kemi thënë që Edi Rama përdor instrumente, kemi thënë sot që është Edi Rama ka përdorur shtetin, kemi thënë ka bandet, grupet kriminale të cilët e kanë mbështetur. I kemi thënë të gjitha. Nuk është se nuk kemi thënë gjë. Në këtë panoramë sot që flasim, ti nuk mund shkosh që SPAK-u të veproj në mënyrën kur thua ti, se nuk je ti drejtuesi i atij institucioni, është Altin Dumani. Altin Dumani mira keq i ka çuar 64 zyrtar të Partisë Socialiste pas sekurave. Nuk më intereson mua narrativa e urdhroi Rama, se urdhroi Rama, sepse kjo futet në një vorbull që nuk mbaron. Po jo, se ne kemi të drejtë të nënshtrojmë atij precedentin historik, edhe Aranit Çela, funksionar komunist sonte në Burg. Po s'do thotë që ishte prokurori mirë ose gjyqtari mirë. Thelbi qëndron këtu. Zoti Berisha nuk e se mirë drejtësia,
ka të metat e veta. Po zotin Berisha, kush e pengoj që në listat e sigurta të vendoste djem të rinj, të cilët ju jepte një mundësi dhe të hapte parti. Jap absolutisht të drejtë. Tani, se kjo është diskutim koti, këtu në gjithë të panoram, vetëm zoti Berisha nuk ka fajt, të gjithë kanë fajt, të gjithë janë fajtor, edhe analistët janë fajtor, vetëm zoti Berisha. Po zoti Berisha nuk është diellin mbi tokë. Tani, nëse duhet flasim për politik, flasim për politik. Nëse duhet flasim për abstraktizëm, atëre flasim për abstraktizëm dhe qëndrojmë që zoti Berisha i bëhet padrejtia dhe zoti Berisha në asnjë moment nuk ka asnjë faj. Zoti Berisha është më i pafajshëm dhe i kanë kthyer tërë kundër. Kur në fakt është komplet e kundërta Marsit, që zoti Berisha në listat e veta, deputetët, dhe ti ke rastin e kandidatëve për deputet që po e pojnë me gojën e vet. Tani në vend të merremi me thelbin që ore, si ka mundësi që ky njeri që ne kemi parë si një lider të fortë, kemi parë si një burr shteti, ka degraduar në këtë pikë. Çfarë shqetëson këtë zotrin? Ju merreni një në vor u përplas flamur noka me xhabaftët, po pse jetuan flamurin e jo xhabaftët kur panorama është më e madhe? Cila është panorama e madhe? Panorama e madhe është që Edi Rama merr 83 mandate, 4 parti opozitare që kanë pasur pushtet gjirin jashtë parlamentit, dhe nuk ka dalë askush nga ta përveç zotit Ali Beja të mbaj përgjegjësi. Është që opozita shqiptare është për copa. Jam dakord, po prit. Zoti Berisha jam dakord me ty, nuk po heqa si presje. S'mban përgjegjësi dhe po e mundoj ta gjej fajin ku do përveç se brenda partisë së tij. Jam dakord tu. Ore jo partisë ti, brenda vetës vetë, qa partisë tua? Brenda vetës vetë mor burr. Ore dhe brenda vetës vetë, dakord me ty, dakord. Po, ti marrim me radhë aktorët e tjerë të opozitës. Zoti Lapaj deklaroi që nëse marr një mandat, nuk do mbaj mandatin dhe pretendoi mbi 10 mandate. Dhe nuk bën përgjegjësi për të deklarata, po thot mandati im është më i votuari. Po ashtu zoti Shejaj, i cili pretendonte për më shumë mandate dhe pretendonte për një narrativ të madh oponence me Partinë Socialiste, në fund të ditës përfundoi që e gjithë garantiste për të marrë votat djatha. Zoti Basha, i cili gjithashtu ka pretenduar për formim grupi parlamentar dhe madje ka thënë tek emisioni Rançani zonë Li që kësaj radhe do shikoni koalicionin Euroatlantik, nuk arriti të sigurojë asnjë mandat, nuk ka dalë as për detyrimin minimal që kanë ndaj 20.000 zgjedhësve. Të bëjë një deklaratë. Përveç zotit Ali Bejaj, dhe po ashtu dhe antarë të tjerë, partive të tjera që sa vlen ti përmendësh, siç është DLSI-ja, dhe shumë parti të tjera, nuk ka marrë asnjë mandat. Kjo është gjendja e opozitës. Në një opozitë të tillë, ku zoti Berisha ka 50 mandate dhe 500.000 vota, ore, jam dakord, vetëm me Berishën nuk rrezohet Rama, po pa Berishën nuk e rrezon dot Ramën. Ky është ekuacioni i opozitës sot. Ekuacioni i opozitës është dhe më thuaj për secilin nga ata. A kanë përgjegjësi të gjitha që të përmenda unë? Të lutem të them diçka, se cili prej këtyre ka përgjegjësitë e veta. Po të them edhe një herë, askush prej tyre nuk ka fituar asgjë. Në qoftë se ti thua që zoti Berisha ka fituar 40 mandate, dhe ka 40 rroga për të dhënë aty, okej, ta marri takso. 50 mandate, 50, jo 40. Po 50, po ja ti shpjegoj. Kush do 10, kush do doje të kishte këta 10 që e ul 40? Ja do ta shpjegoj unë se si ka 50. Ti dëgjoj. Po. Se nxitohesh kot. 4 i ka LSI-ja. Po. I ka 4 LSI-ja. Po i ka në listë sigurt ja votat e PD-s ata. 7.000 vota. Ai ka 4 LSI-ja tani apo fillon tani do të bësh lojra fjalësh. I ka. A janë 4 deputet LSI-s që ikin nga moment në moment. Po. E ka një Mesila Doda. Fatmir Mediu ka 1 a 2. 1. Agron Duka ka 1. Po ja të vajtën 8. Po dhe aty që po dalin nga listat e hapura me votat e tyre, ja të vajtën 10. Ku i keti këto 50? Se ai që po del me listat e me votat e tij, Marsi, nuk i ndjet Bozhli Berishës. Që ta dish mirë të. Dhe mbi këtë premis, dhe mbi këtë analizë politike, po them me 40. Nëse ti mendon që fuqia e Berishës ka vajtur te 40 rroga dhe hajde negociojmë me 40 rrogat e Berishës, atëre më fal, po unë nuk e konceptoj politikën të tillë. Dhe në analizat e mia kur mendoj si duhet vijë ardhmja. Dhe kur ti thua ka vetëm 40 rroga, unë po them Sali Berisha, dhe nuk është se dua unë, është i shpallur në grada. Dhe akoma nuk ka një qartësi. Dhe zoti Berisha përsëri ka problemet e veta me drejtësinë. Nuk ka ndryshuar asgjë sot që flasim Marsit. Ke të pandehur zyrtarisht në SPAK,
ke një koalicion që është përbër, ke njerëz brenda Partisë Demokratike që po ngrin zërin te zoti Berisha, se mirë ata që mendonin ndryshe dhe ikën nga zoti Berisha. Po sot çfarë ndodh? Një lider marxist ka për detyrë të bashkojë, nuk ka detyrë të përçajë. Zoti Berisha nuk është përbashkues në këtë moment që ne flasim. Kështu që mbi këto parime, na opozita marxist, secili ka dalë i humbur. Prandaj po them, nuk diskutohet më për triumf. Ktu diskutohet dhe nëse vazhdon kjo situatë, Rama mund vej dhe 94 mandate, mund vej dhe 100 mandate marxist dhe nuk i bëjmë faj fare qytetarët. Jeta është bërë e shtrenjtë, njerëzit bëhen pragmatistë, kanë kredi për të larë, sa të vjen çdo ditë jeta vështirësohet, kështu që marxist duhet të parë problemi brenda opozitës, duhet të ketë një tryez përbashkuese, duhet të ulur dhe të folur për pikat që i ndajnë dhe ka disa pika marxist që nuk anashkalohen. Çështja e non-gradës në optikën time nuk anashkalohet dhe është fakt. Kështu që mbi këto premisa marxist kemi parë që asgjë do ndryshojë. Nëse do të vazhdoj kështu, ta them sinqerisht, gjendja do shkojë keq e më keq dhe do të shikojmë se ku do ta Cila është gjira sipas kë shikon ti, në qoftë se sot Berisha jep dorëheqjen liderin e ardhshëm të Partisë Demokratike ose liderin potencial. Kë shikon? Nuk kam si ta shikoj marxist për sa kohë problemi i Partisë Demokratike. Po jo, më dëgjoj tani ta mbaroj ç'do të them. Po. Ka një problem ligjor dhe politik Partia Demokratike sot që flasim. Pavarësisht se ne nuk duam ta pranojmë, një parti politike është në gjykatë lartë. Ne bëjmë sikur nuk ekziston kjo gjë. Kjo ekziston. Duhet t'japi vendimin gjykata e lartë, pasi t'japi gjykata e lartë, duhet ulen palët të flasin dhe të komunikojnë me njëri tjetrin për të gjetur gjuhën e përbashkët. Nëse duan të rinë me 40 rroga, 30 rroga, 20 rroga, se kjo punë kështu do shkojë marrësi. Keqem keq ka për të vajtur. Më thënë, do vinë zgjedhjet bashkiake vetëm të jesh. Për çfarë gjyqi që ta sqarojmë edhe qytetarëve që na dëgjojnë, për çfarë gjyqi flitet në gjykatën e lartë? Gjykata e lartë çështja e vulës, ajo është, se nuk ka ndonjë gjykatë tjetër. Që do të thotë kush e pretendon? Zoti Basha me zotin Berisha, këta janë palët sot që flasin. Po zoti Basha. Ata kanë qëndruar deri në fund, me gjithë respektin për zotin Basha, zoti Basha sot nuk është pjesë e deputetëve e Kuvendit të Shqipërisë. Është problem ligjor, o marrësit, nuk ka rëndësi. O marrësit. Po. Tani ti je avokat dhe më vjen dhe keq ko. Ai është problem ligjor, qendrimi tim nuk është çështje që zgjidhet me vendim gjyqësor, është çështje që zgjidhet me vullnet politik. Unë kam thënë qendrimin. Çështja e vulës? Po. Nuk e zgjidhet me gjykatë, sepse e kam thënë unë në emisionin ka emër, kemi qenë bashkë, nuk kam thënë e zem që i fitoi vulën, çfarë do ndodhi? E zem që zoti Basha merr vendimin. Nuk e pranon asnjë. Një sekond. Tani ti po mësua mua që një vendim ligjor Ore si do ekzekutohet? Si do atë e din gjyqtar, mo unë nuk jam gjyqtar. Po jo, gjyqtari nuk ekzekuton, gjyqtari jep vendim, se nuk bëhet as në përmbarim. Si do ekzekutoj vendimin kur nuk e pranon asnjë zem? Si do ekzekutoj? E zemja dha vulën. Si do ekzekutoj këtë vendim kur asnjë nga ata nuk pranon të jetë me zotin Basha? Marsit, problemi qëndron këtu, që gjykata e lartë flasi sepse Drejti Partisë Demokratike pa grup parlamentar. Po dhe pa grup parlamentar, Marsit, nuk e diu se si do të shkojë. Po fare më normal. Marsit, je realist apo jo? Si do bëhet? Nëse ai merret pa shkruar kisha tani dëgjoj thelbin këtu. Nuk ka rëndësi grup parlamentar pra grup parlamentar, unë nuk e di këtë problem. Unë di të them një gjë. Di të them një gjë shumë miqësisht. Ore, miqësisht me ty. E mendon se çfarë po thua? Që partia të shkojë te njëri që nuk merr asnjë mandat, kjo është ta çosh opozitën kështu, do duash ta zhbësh. Marsit, gjykata e lartë të flasit. Po nuk është gjykata e lartë organ politik, more është sistem drejtësie, është tjetër gjë, nuk vendos dot gjykata e lartë. Po sistem drejtësie sepse kjo. Po nuk të sjell gjykata e lartë votues. O Marsit, kur ti ke një tokë që ta kanë zbatuar dhe ta kanë marrë. S'është njëjta gjë, po nuk është tokë partia. Nuk është tokë. Të lutem, më lejo ta mbaroj. Po s'është tokë. Kur ti ke një tokë që ta kanë marrë në vitin 90. Dhe ty gjykata sot të thot po toka jote, ti shkon e merr apo tua? Po s'është njëjta gjë më se toka është titull pronësie, partia s'është pronësi nëpërmjet vulës. Po nëse ty ta kanë marr, siç që nga pronësi partia. Po nuk jam marrë nëse ikën vetë deputetët e ti. Si ja morën? Pse ç'është partia kështu pa zotë pa tokë? Ora është vullneti antarësisë edhe i strukturave drejtuese. Vullneti antarësisë dhe këtë po them. Dhe vullnetin antarësisë do ta shpjegoj
dhe vullneta aty është për procedurë ligjore, nuk është për vullneta antarësie. Po mirë më e se vjen zotria ka pretenduar 2 herë që ka vjedhur zgjedhjen. Marsi, të lutem se bëhet biseda e lotshme kur do ta shmangësh. Nuk e shmang më normal. Jo, kur do ta shmangësh unë po them që nuk e meriton as Berisha, as Basha partinë. Unë po them tjetër qëndrim komplet më. Unë po them do të vi lider i ri. Basha ka humbur 2 herë. Berisha po humb 2 herë, të dy janë humbur sa nga 2 herë, 2017, 2021. Basha sa vogël. Lideri i ri të bëj çfarë të doj, nuk është punë për mua kjo. Unë po them si do zgjidhet situata. Po mos e ti i ri vetë do të mbështetësh lider të ri, duhet ta mbështetësh nëse deli lider i ri. Ti s'mund tush të bëjmë revansh. Kujdes se ka ku vulën gjykat lart ta marrë ky. Sepse nuk do të dëgjosh. Unë të thash duhet flas si gjykata e lartë, por ti nuk do të dëgjosh. Po le të flasë pa gjykata e lartë. Unë po e ze që sot zoti Berisha jep dorëheqje dhe del X-i. Kjo më është problem. Ore është. E do pesi prap gjykatën e lartë. Ta pezullojmë procesin për zgjidhjen e liderit të ri. Si? Në qoftë se zoti Berisha sot jep dorëheqjen. Qëndrimi yt është duhet të pezullohet. Nuk dua të kaloj me hipoteza sepse nuk e kam atë gjë. Sot që flasim po me hipoteza gjykata e lartë e vullën te Berisha. Nëse halla ka ashtu e ashtu, diskutoj ti. Unë diskutoj mbi atë se çfarë ndodh. Po jo më ti po e ti e kërkoj që të ketë me patjetër halla ashtu dhe ashtu. Unë po them, ja e merr zoti Berisha. Çfarë do bëjmë? Do mbajmë zotin Berisha. Gjykata e lartë jep vullën zotit Berisha. Çfarë do ndodhi këtë rast? I takon zotit Berisha dhe zgjidhjen pastaj takon zotit Berisha. Të ri ai do të ri. Duhet të ri, se dha vullën gjykata e lartë. E them që zoti Berisha do të ri, si mastej duhet të ri, se dha vullën gjykata e lartë. Zoti Berisha, Allah, sepse këtë ka një ja pa, mirë edhe hipotezën tjetër. Kuptosh, politikisht, kur të flasë gjykata e lartë, dhe nëse zoti Berisha e merr atë parti përsëri, askush nuk sepse partia e ka si organizim personal, kush nuk e gjen veten marrësi të shkojë në një parti tjetër ose t'i bashkohet zotit Berisha. Kështu e mendoj unë. Mbi parimet që ai ka luftuar dhe mendon. Mbi këto. Kështu që unë kështu e shikoj vendimin e gjykatës lartë. Për mendimin tim, në opinionin tim, gjykata lartë duhet flasi. Duhet japi një verdikt, edhe duhet ketë edhe një reagim të qartë nga ambasada amerikane për çështjen e non gratës zotit Berisha. Pastaj nëse zoti Berisha do të vazhdojë aty me njerëz që e mbështesin dhe janë besnik të tij, le të vazhdoj, njerëzit do ta gjejnë në rrugën nëpër parti tjera, sepse do e shikojnë të pamundur që me këtë të kurrje dhe me këtë bunkerizim që i bëhet partisë, nuk do shkojnë më shpresë, sepse sot fatkeqësia është mërsit që shoqëria ecën para dhe Partia Demokratike ecën pas. Dhe narrativa që përdor Partia Demokratike sot nuk gjendet te gjuha e qytetarëve. Kjo është e thjeshtë. Dhe pastaj po ta theksoj edhe një herë tjetër që secili prej tyre duhet të gjejë gjuhën e përbashkët për të ulur dhe për të folur, sepse ata janë njerëzit cilët e kanë peshën më të madhe politike. Kështu që mbi këto premisa, kjo është analiza ime, dhe pastaj kur hallat të ketë ashtu, fillo analizo ti. Unë qëndroj mbi këto premisa, sepse nuk do hy të diskutoj bingjarje dhe faktet që janë hipotetike. Se ti do që Partia Demokratike të quhet demokratike vetëm po të vi dikush tjetër, jo ai që është, pa ai tjetër që pretendon vulën. Kjo është ta mendosh që hallat ketë ashtu. Unë po them faktin. Unë them ky ka 500.000 vota, ai kishte 20.000 vota, ti më thu gjykata. Marsi, sepse nuk funksionon që të thuash ti do kështu, po ti do ashtu. Unë jam shumë i qartë. 20.000 vota kishte. Alternativa Basha, këto zgjedhje 20.000 vota kishte dhe është përballë 500.000 votave që ka zoti Berisha. Tash ç'm duhet më gjykata lart për ta kuptuar kujt i takon vula. Ty nuk ka rëndësi. Për në optik tjetër, nëse ne ta analizojmë kështu, Alternativa Basha në 2021 kishte 30.000 vota, po s'më duhet mua tani se ta veta mendojnë si ty. 5 veta. 30.000 vota, s'më duhet mua. Kur zoti Basha ishte në krye të Partisë Demokratike, kishte 30.000 vota më pak dhe ishin 80.000 vota të pavlefshme dhe ndërkombëtarët i kishte krah vet. Zoti Berisha sot është 200-300.000 vota larg Ramës, e ka çar Partinë Demokratike. Dhe ç'më duhet mua se ç'a thua ti ka 40 rrogtar ai, po nuk më duhet fare mua kjo gjë. Unë e pëlqej patocin tënd dhe besoj që jam i vetmi